Jam shumë krenar dhe koha më dha të drejtë dhe koha do më jap shumë të drejtë akoma se dale se do shohësh çfarë do dalin, se i drejti zhytet por nuk mytet kur. Dhe e vërteta gjithmonë shkon aty dhe haku shkon te i Zoti. Kështu që ti jesh i bindur ti që kjo që kemi nis këtu është forcë shumë e madhe në raport me ata atje. Sepse ai ka të merr të ketë përballë njerëz që guxojnë t'i thonë jo ofertave të tij. Sepse ai e ka të merr të ketë përballë njerëz që guxojnë t'i thonë të vërtetën mu po zyrës së tij. Sepse ai e ka të merr të ketë përballë njerëz që janë të gatshëm të marrin balt, kosto, dhunë psikologjike për muaj të tëra vetëm e vetëm për të ruajtur të vërtetën dinjitetin dhe të vinë dhe t'ja përplasin poshtë zyrës së tij. Dhe të dalë dhe ta kundërshtoj. Por nuk e kundërshton dot ai, sepse ai e di që un kam të drejtë. Sepse ai e di që më ka hyrë në hak mua dhe 64.000 votuesve tan, sepse ai e di që manipulon këdo i del përpara, ble andej, bli këtej, duke e trajtuar dinjitetin njerëzor si plaçk në pazar, si gjë të gjallë që shitet aty në pazarin e Milotit javë për javë. Ju tashmë jeni këtu, por Ishalati ju Ende Shabani është në postën e avokatit të popullit dhe ka edhe detyrë që të mbikëqyr apo të inspektoj protestat. Nëse ka indicje që po ju shkelin të drejtat e njeriut, do ta prisni Ende Shabani si avokat populli? Gjigj Merimanga nuk është avokati i popullit që na përfaqëson ne. Gjigj Merimanga është një bashkëpunëtor, shërbëtor i regjimit të Edi Ramës. Jo që nuk e presim, por ne nuk e njohim si avokat populli, pra Lëvizja Shqipëria Bëhet nuk e njeh si avokat populli, sepse nuk plotëson kriteret e ligjit. Ju jeni gazetar, merrni kriteret e ligjit për avokatën e popullit, verifikojeni dhe shikoni që disa prej kritereve nuk i plotëson. Kriterin e aspektit profesional, ju keni dhe një kriterin e moralit shoqëror, merreni shikojeni. Për te i moralit, ju keni një deputet në kuvend, mund ta përdorni për të dërguar çështjen në gjykatë kushtetuese. Do ta bëni këtë gjë? Ai është një vendim që i takon kryesisë Lëvizjes Shqipëria Bëhet. Unë këtu në shesh nuk jam si drejtuesi i asaj partie, nuk ka logo, por Gjigj Merimanga, se kështu e thrasin tashmë qytetarët, Gjigj Merimanga nuk i përfaqëson qytetarët e kësaj republike, është në historinë botërore i vetmi avokat populli në historinë globale që nuk e do populli. Nuk ka. Është avokat i Edi Ramës në atë institucion që ka një buxhet, nuk e di, rreth 2 milion euro. Sa aq ka? Do e marr me shkres, po në dijenin time rreth 2 milion euro në vit është buxheti. Kështu që Gjigj Merimanga është avokat i Edi Ramës, nuk është avokat i popullit. E hëna vjen shpejt në sheshin para kryeministrisë, ku ju jeni, ngrihet dhe një foltore e Partisë Demokratike. Mund të ketë një bashkim në atë ditë, mund të ketë përplasje, çfarë do të ndodhë kur ju jeni këtu, por do të vi dhe demokratët? Unë mendoj që sheshi nuk është pronë e imja, ase këtyre tjerëve këtu. Sheshi është i çdo qytetari. Çdo qytetar ka drejt vit protestoj të vazhdoj përpara. Ky është koncepti jon. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet kuptoj momentin në të cilën ndodhet vendi. Nuk është koha për dëshmuar që një parti vjen dhe bën një protestë, sepse Partia Demokratike nuk e mund dot sot Partinë Socialiste. As Lëvizja Shqipëria Bëhet nuk e mund dot sot Partinë Socialiste për shkak të regjimit që ka ndërtuar ky. Sot Edi Ramën, se është parti individ, parti shtet, parti individ shtet ky që ka ndërtuar këtë, e mund vetëm populli. Pra nëse qytetarët dalin përtej partive, për këtë arsye do qes zgjuar prej tyre të mos ngeleshin peng i logos dhe i emërtimit, por të lejonin flukset qytetare të aktivizoheshin vetë, pa i ndalur. Kjo është në interesin e tyre, në interesin e të gjithëve, në interesin e Shqipërisë, sepse nëse ata dalin bëhen pa dashje një dig që mobilizon pastaj gjithë pjesën tjetër. Kjo duhet jetë për tej. Unë jam i gatshëm si Adriatik që nëse populli derdhet masivisht në rrugë, në një moment caktuar të bëj një hap pas dhe unë. Si, qyteti, qytetarët, njerëzit, pa dalim, fare hiç, të bëj unë një hap pas. Nuk e dua leadershipin e madh. Pa diskutim fare, një hap pas.
Mjafton që ta nxisë ato tek. Pastaj një hapaz dhe njerëzit ta rrethojnë dhe të mos iki më ky nga kjo zyrë pa dhëndoreqen. Kështu bëhet kjo punë. Kjo punë nuk bëhet, hajde këtu fol, ik pastaj, hajde fol, nuk bëhet kjo. Ashtu lodhesh. Këta punojnë me turne voa, ka 3 turne policie ky. Turni parë, turni 2, turni 3, nga 8 orë 24, s'lodhet shteti. Marrin rrogën për atë punë. Kjo bëhet, populli në shesh e rrethon, nuk ikën më pa ikur ky, kaq, s'ka diskutim. Kështu bëhet. Pastaj tjetër punë, mund të jemi mirë, se ndoshta shumica janë mirë. Unë mendoj që më mirë se bugarët, rumunët dhe grekët nuk jemi, mendoj. Shumë falenderoj zoti Rapaj për këtë intervistë. Unë falenderoj shumë për kohën. Alesit, falenderoj dhe unë ty për intervistën dhe gjithashtu zotin Lapaj për kohën që na dedikoi, ndërkohë që ne të nderuar teleshikues do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike, ku është mbledhur kryesia e saj dhe kryetari zoti Berisha është duke mbajtur fjalën e tij.